Numri i personave që kanë humbur jetën nga tërmeti shkatrues i Myanmarit ka arritur në 3.354, 4.850 të plagosur dhe 220 të zhdukur, ka bërë të ditur media shtetërore. Udhëheqësi i qeverisë ushtarake mori pjesë në një samit në Bangkok të vendeve të Azisë Jugore dhe Juglindore, ku u takua veçmas me krerët e Tajlandës, Nepalit, Butanit, Sri Lankës dhe Indisë. Ai rikonfirmoi kryeministrit indian Narendra Modi planet e juntës për të mbajtur zgjedhjet e lira dhe të ndershme në dhjetor. Modi bëri thirrje që një armpushim pas tërmetit në luftën civile të Myanmarit të bëhej i përhershëm dhe theksoi se zgjedhjet duhet të ishin gjithëpërfshirëse dhe të besueshme. Kritikët i kanë cilësuar zgjedhjet e planifikuara si një mashtrim për të mbajtur generalet në pushtet, që nga përmbysja e qeverisë së zgjedhur civile të nobelistes Aung San Suu Kyi në vitin 2021, ushtria ka luftuar për të drejtuar Myanmarin, duke e lënë ekonominë dhe shërbimet bazë përfshirë kujdesin shëndetësor në rënim, një situatë e përkeqësuar nga tërmeti i 28 marsit, shkruan në Reuters. Lufta civile që pasoi grushtin e shtetit ka zhvendosur më shumë se 3 milion njerëz, me pasiguri ushqimore të përhapur dhe më shumë se 1/3 e popullsisë në nevojë për ndihmë humanitare, thot OKB. Zyra e Komisionerit të Lartë të OKB-s për të drejtat e njerëzit u shpreh të premten se junta po kufizon furnizimet me ndihmë në zonat e goditura nga tërmeti, ku komunitetet nuk e mbështesin sundimin e saj.